Kujdes, mesazhe mashtruese po qarkullojnë në Facebook. Ditët fundit qytetarët e Kosovës kanë pranuar disa mesazhe në Facebook me pretendimin se vjen nga kjo media sociale, duke i kërcënuar ata me mbylljen e llogarisë apo faqeve që ata i menaxhojnë. Këto mesazhe vijnë me emra të huaj po në gjuhën shqipe. Secili prej tyre brenda e ka një link ku kërkohet me klikunta. Kibrit.info ka verifikuar këto linqe e cilat rezultojnë që jenë të rrezikshme. Kibrit.info ka përdorur platformat online që edhe jo mundi me i përdor, cilat i verifikojnë webfaqet se janë dyshimta apo jo. Ato janë ScamDuck, Scam Advisor dhe Scam Detector. Gjitha këto platforma online kanë vërtetuar se këto linqe që janë në këto mesazhe janë të rrezikshme dhe mund me u marrë të dhënat personale, normalisht nëse ju veç i jepni ato. Facebooku paralajmëron që mos më u besu këtyre mesazheve. Gjithçka që vjen nga Facebooku vjen nga facebook.mail.com ose meta.com. Për më shumë këshilla për sigurinë online që ju të mos bëni prej këtyre mashtrimeve, abonohuni në kanalin tonë në YouTube.